i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas arrestimit të Ergjys Sagasit, i shpallur në kërkim nga SPAK në kuadër të hetimeve për dosjen e tenderave të Akshit. Në një postim në rrjetet sociale, Berisha e cilëson arrestimin si një zhvillim për t'u përshëndetur, por ngre pikpyetje mbi mënyrën dhe rrethanat në të cilat u bë ndalimi. Sipas tij, mbetet për t'u sqaruar nëse bëhet fjalë për një arrestim të mirëfillt apo për një dorëzim të kryer me kushte. Berisha pretendon se Agasi, pavarësisht se ishte shpallur në kërkim, ka qëndruar për periudha pranë banesës së tij edhe në zona të tjera, duke ngritur pyetjen se pse arrestimi ndodhi vetëm tani. Në reagimin e tij, kreu i PD-s e lidh arrestimin me zhvillime më të gjera politike dhe ngre pikpyetjen nëse hetimi mund të shtrihet edhe te persona të tjerë të lidhur me administratën. Berisha e përshkruan Agasin si një person me rol të rëndësishëm pranë kryeministrit Edi Rama dhe akuzon për lidhje me struktura kriminale dhe institucione shtetërore, përfshirë këtu Akshin, Shish dhe Policinë e Shtetit. Këto janë pretendime të Berishës dhe jo fakte të provuara gjyqësisht.